Përshëndetje, unë quhem Hana Bahiti. Ky është Bahiti Podcast. Si asnjëherë tjetër, në Bahiti Podcast, në këtë puntat, do ketë shumë ngjyra, do ketë shumë dashuri dhe do ketë padyshim shumë fëmijë. Ky podcast i dedikohet atyre të cilët zbukurojnë jetët tona dhe janë e ardhmja dhe e tashmja jonë. Në Bahiti Podcast, me të gjithë grup moshat dhe me shumë aventura gjatë gjithë rrugës tonë. Përshëndetje fëmijë. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Si ndjeni? Mirë. Tani më thoni pak para se të fillojmë që të prezantohemi, që edhe të gjithë këta që na shohin dhe na dëgjojnë, t'ju njohin. Ju pëlqen kjo studio? Po. E kemi bërë bukur për një qeshor? Po. Çfarë pëlqen më shumë të studion janë Lulet. thonë? Lulet. Po. Po ty? Lulet. 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 Tani, do filloni të bëni një prezantim? Po. Okej, do ta fillojmë me Dilan. Okej, Dilan prezantohu. Una e kam emrin Dilan dhe janë në parë shkollor dhe i në shkollë. Dhe je në parë shkollor. Si e ka emrin në shkolla ku shkon ti Dilan? Green School. Green School. Okej. Unë jam Hana Bahiti. Po. Unë jam 6 vjeç dhe unë mësoj shumë në shkollën time. Çfarë klase je ti, Ana? Në klasë të parë. Je në klasën e parë. Kemi dhe një djalë bukurosh këtu. Do prezantohesh ti si e ke emrin? Unë e kam emrin Gjekaser. Edhe një herë ta dëgjoj të gjithë? Unë e kam emrin Gjekaser. Jam Wow, në çfarë shkollën emri. Raf Baskull. Jam 7 vjeç. O Gjekaser, po kush ta ka vënë ty këtë emre? Babi. Babi me mamin? E diti çfarë kuptimi ka emri? Veç babi. Vetëm babi ta ka vënë emrin. Shumë emër i bukur. Atëherë, në panelin e parë, ne kemi Dilan Gjina, Hana Bahiti dhe Gjekaser Qeribash. Qeribashi. Do bëni një duar trokitje të vogël për njëri tjetrin? Super. Tani, unë kam një pyetje për ju. Hana, do ta fillojmë bashk me që të kemi të vetmen vajzë në panelin e parë. Por kjo pyetje është e përbashkët për të gjithë ju. Dhe ndërkohë që unë pyes Hanën, dua që dhe ju të mendja juaj ta mendoni përgjigjen që kur t'ju vi radhat ma thoni. Nëse Hana do ishte kryeministre e Shqipërisë për një ditë, çfarë do donte Hana të ndryshonte në vendin e saj në Shqipëri? Çfarë do doje ti të kishte më shumë në Shqipërinë tonë? Doja të shija parqa Aha. dhe pemë, se pa pemë nuk jeton dot. Nuk jetojmë dot, se janë shumë të rëndësishme pemat. Edhe natyra që Edhe është shumë e lulet. bukur, edhe lulet, Edhe dielli. edhe dielli. Po ti Dilan, nëse do ishe kryeministri i vendit, çfarë do doje të bëje më shumë për Shqipërinë, për vendin? Çfarë doje ti të shije më shumë në Shqipëri? Unë të shija pallatet të lartë, dhe të shifja parqe, Po. dhe të shifja lotra. Edhe doje të kishte më shumë lodra. Gjekaser, po ti? Unë doja që të kishte park edhe ma shumë pemë dhe të vishim ajër të pastër. Edhe të merr një ajër të pastër, që do thotë në Shqipërinë tonë të dashur, ne kemi më shumë nevojë për hapësira për fëmijët që të luajnë. Apo jo? Po? Ju besoj në familjet tuaja jeni shumë të lumtur, ë? Po. Jeni shumë të lumtur me mamin, me babin, kënaqeni. Po kur ju dëgjoni fjalën dashuri, çfarë do të thotë dashuri për ju? Gjekaser, çfarë do të thotë fjala dashuri për ty? Që na lufturojnë dhe gëzojnë. Dhe gëzoni. Kur ndjesh ti më shumë i lumtur? Më tregon një moment kur ti ndjesh shumë i lumtur. Ku kam deklindjen dhe ku dal. Edhe me kur babin del. me babin. Edhe me vllajin. Edhe me vllajin. Kënaqeni shumë kur ti jeni bashkë. Po. Çfarë pëlqen ty më shumë të bësh? Doktor. Mjek. Zemra. Mjek zemre. Po. Pse të shërosh njerëz? Po ti Dilan,
Kur dëgjon fjalën dashuri, çfarë të vjen në mendje? Çfarë do të thotë dashuria për ty? Që mami më do shumë dhe është shumë e lumtur për mua. Po ti Hana? Po jam shumë e lumtur sepse mami dhe babi më do shumë. Dhe nëna dhe gjyshej dhe mi jam më të mirë në botë për mua. Dhe me thënë, ju kur dëgjoni fjalën dashuri, ju vjen në mendje mami, babi, nëna, gjyshi, vëllai, motra. Ha? Po? Po. Tani, do më thoni një gjë. Prindërit tuaj janë shumë të mirë, janë të mrekullueshëm dhe fantastik. Po kush është një gjë të cilën ju gjithmonë keni shumë qef ta bëni, po shumë qef edhe mami babi nuk ju lejon. Po sa qef keni që ta bëni atë gjë, mami thot mos ose babi. Ç'a është një gjë që ty të pëlqen shumë, po ta ndalon mami me babin. Haxhe Kase. Duhet që ti gjej bllafet e babit dhe të babit. Dhe Po të pse ti babit. nuk e dëgjon fjalën e mamit dhe të babit? Po i dëgjoj. I dëgjon. Po i mërzit ndonjëherë ti ata, për ç'a i mërzit? Jo. Jo, nuk i mërzit. Jo. Ha? Po ti Hana, ke një gjë që të më ke qef ta bësh, kujdeon, po ha njerë, qa është një gjë? Unë dua të shkoj në Disneyland. Do të shkosh në Disney, e ke shprehur ti si dëshirë këtë? Po. E që të ka thënë mami me babin? Jo. Po pse të ka thënë ja? Pse i do qefi? Ndoshta të ka thënë jo kur të kesh ditëlindjen, edhe nuk të çojnë do tani. Dhe i ki diku tjetër. Dhe kesh diku tjetër. Po. Në të ka thënë jo për momentin. Po. Po ti i ke pyetur pse të ka thënë jo? Jo. Jo, se ke pyetur. Po ti thjesht ke këtë dëshirë dhe mama me babin për momentin nuk ta plotson, ha? Jo. Po ti Dilan, ç'a është një gjë që ti shumë do ta bësh, po mami nuk të lejon ose babi? Dua të dalë dhe mami nuk më lejon. Nuk të lejon mami dalësh. Po si nuk del ti çdo ditë del. Del ti luan, del në park, del te lodrat. Ndonjëherë. Ndonjëherë. Po pse ti do gjithmonë të dalë, do gjithmonë të rrish sa vjen nga kopshi, do gjithmonë të dalësh. Prandaj, edhe këtë nuk ta lejon mami. Tani, unë e di që ju shihni shumë filma vizatimor, apo jo? Keni shumë personazhe të preferuar? Po. Shumë heronj. Po. Ose kuklla në rastin e Hanës, Barbie, ose nuk e di, se unë nuk i njoh të gjitha kukullat. Por kam një pyetje për ju. Nëse ju do ishit një superhero dhe do kishit një fuqi tuajën, për çfarë do ta përdornit ju atë fuqinë? Çfarë do donit ju të ndryshoni dhe të bënit nëse do ishit një nga herojt dhe personazhet që ju keni qef? Po më përpara më thoni kush është heroi dhe personazhi që ju keni më shumë qef? Ha, ma thuaj. Spider-Man. Spider-Man, po. Po ti Dilan? Sonic, Super Sonic. Po Hana? Stitch. Tani, Dilan, do më thuash pak nëse ti do kishe fuqin e Super Sonic, që është një hero. Çfarë do doje të ndryshoje, e çfarë do doje të bëje ti me fuqin e Super Sonic? Doja të vrapoja shumë, si Sonic. Doje të vrapoj shumë shpejt si Super Sonic? A i vrapon shumë shpejt? Po. Është më i shpejti? Po. Dhe ti duhet të vrapoje më shpejt? Po pse të duhet të vraposh më shpejt? Pse të duhet kjo fuqia e Super Sonic? Në që më pëlqen Sonic. Dhe të pëlqen Sonic shumë. Ti Hana, çin kishe të preferuar? Stitchin. Po Stitchi qa është hero? Është një superhero apo është një personazh vizatimor? Një personazh. Vizatimor. Po mirë, nëse ti do kishe një kështu si shkop magjik të dora ose një gjë, çfarë do të bëja? Do të bëja që t'isha dhe e padukshme dhe jo e padukshme. Çfarë do të thotë kjo? Do të thënë jo e padukshme edhe e dukshme. Pse do doje për shembull t'ishe jo e padukshme? Sepse më ngjan se një njeri që s'më do, për shembull, Dhe ti mund ta shikosh. më dojë me gjitha. Wow, do më thënë, ti do t'jesh e padukshme sepse ke dëshirë të shohësh se si flasin dhe si sillen njerëzit kur ti nuk je. Po. Po ti si një spider. Spider është shumë i fuqishëm, a? Po. Unë dua që të bëj si Spider me rretjat e ti.
Rritën mirë mangas, po mirë, me atë fuqin që ka Spider-Mani, për shembull, ti si një Spider-Man, çfarë do doje të bëje të ndryshoje? Më trego pak. Do të ikja lart në qiell Do ktheheshe prapë si Spideri. po. Shumë bukur. Do më tregoni pak çfarë do donit ju që ti mësonit apo ti thonit të rriturve që ta bëjnë ndryshe. Çfarë do të ti thojë një njeriu të rritur që ta ndryshonte? Të thëmu? Ha njëherë. Mami im gjithmonë më shkruaj mu shumë shpejt shkronja dhe unë i tha, o ma, po nuk është kështu. Mame, I shkon shumë shpejt dhe ti do doje që mami të shkonte pak më ngadalë. pak më ngadalë. Pak më ngadalë. Sa i bën mami s'kuptohet. Nuk kuptohet. Po gjithsesi mami të ndihmon shumë besoj me detyrat Po, e shtëpisë. shumë. Edhe i bëni bashkë gjithmonë. Pa, Po ti Dilan, çfarë do doje ti mësoje të rriturve, njerëzve që i ke afër, që ta bëshin më ndryshe, që është një gjë që të rriturit e bëjnë dhe ty nuk të pëlqen dhe do doje t'ia thoje që ta bënin ndryshe. që i mësoj gjërat prindërve. Do me thënë ti mësosh ti më shumë gjëra prindërve. Po. Do me thënë edhe prindërit do të mësojnë ty, Po. po edhe ti mësosh shumë gjëra prindërve. Po. Shumë e bukur. Po ti? Unë doja që ti baja vetë detyrat dhe ti baja i pak ma mirë. Po pse me kë i bën detyrat e? Edhe me mami pak. Edhe me mamin pak, po ti do doje që mami mos ndihmonte dhe ti bëje veti detyrat. Po pse nuk mendojnë që mami të ndihmon shumë edhe i bën më mirë detyrat me mamin? Qa doje ti thoja mamit për shembull? Qa është një gjë që mami e bën kur ju bëni detyrat bashkë dhe ty nuk të pëlqen? Mami e bat pak shkrybin atë hol dhe Edhe ti nuk e kupton. Edhe do që ta ndryshoj. po. Mami ndryshoi shkrimin sepse djali do që të ndryshoj shkrimin. Ashtu? Tani, ju besoj se cili keni një kafshë të preferuar, që ju pëlqen shumë. Po do më thoni kush është kafsha ju e preferuar dhe pse ju pëlqen aq shumë? Gjekaser, kafsha jote e preferuar dhe pse? Mua dhe pëlqen Kali, sa i është shumë i fort. Është shumë i fort. Ti ke qenë në një vend me kuaj? Po. Ku ke qenë? Kam qenë një herë në Durrës. Në Durrës. I ke parë nga afër apo ti ke hyrë të ndonjë poni? Ke bërë Kam hyper. Ke hyrë vërtet? Po. Është shumë bukur? Të pëlqen? Po ti Dilan, ç'n ke kafshë preferuar? Isha muazi. Ishe ti? Mas Gjekaser, më fal. Hana, urdhëro. Ja japim fjalën Hanës? Po. Me ç'është vajzë? Kafsha ime më e bukur është Bea. Bea? Po. Macja? Po. Po pse të pëlqen shumë Bea ti? Sepse ajo është si një squishmallow. Qa është squishmallow? Nuk e kupton? Jo, nuk e kuptoj, nuk e di. Nga atë kështu. Marshmallow? marshmallow. Ato gjërat e buta me ngjyra që hahen. Nuk e kuptova, po është shumë e mirë. Shumë. Është e preferuara jote. Kujdesesh ti për atë? Jo e shumë. Jo ai shumë. Pak e shumë. Por që luan me atë, knaqesh. Po, luaj. Knaqesh. Po ti Dilan, Bea. edhe ti Bea? Po. Bea, doja shpjegoni pak njerëzve kush është Bea? Ta shpjegoj? Maca. Qa është? Maca. Po pra, dhe më thënë që ju keni të preferuar macën. Ti Dilan, pse ke të preferuar Bea? Në që më pëlqen gjëra Beas. Të pëlqen ngjyra Bea, si është ajo? Gri. Është gri, është kështu si arush, Po. si pellush. Do më tregoni pak cili është vendi juaj i preferuar dhe pse? Nga do ta filloj? Ha, kush do flasi? Hana. Vendi im i preferuar është Italia. Është Italia, ke qef të udhtosh do me Po, thënë. në Itali. Të pëlqen shumë. Shumë. Po ti dhe ku ke udhtuar ti, Ana? Ndonjëherë dhe në Sarand. Edhe në Sarand, po. Edhe në Greqi pak, Pa. po. Jo shumë herë. Të pëlqen më shumë të rish në vende që ka det apo në vende që ka mal? Mal. Mal, ë? Po deti? Nuk të pëlqen. Po ti Dilan, ke një vend të preferuar? Kush është një vend shumë i preferuar për ty? Saranda. Pëlqen Saranda? Po. Do të thënë të pëlqen deti? Shumë mirë.
Mua më pëlqen Greqia dhe Turqia. Ke shkuar ti? Ke shkuar me pushime, mamën me babin? Po. Edhe po, Greqi po. Kam ikur 2 herë. Kurse në Turqia, po kam qef. Po ke qef t'ikësh. Do t'ja thuash mamit dhe babit që do t'ikësh në Turqi. Shqipni që ka ty të kamera dhe thuaj. Una dua të iki në Turqi. Për pushime besoj. Po. Tani, Gjekasër, ne dim që ti të këndon bukur. Do na këndosh një këngë para se ta mbyllim panelin ton të parë? Se më duket, na thanë këtu të studio, që juve keni sjell një dhuratë për mua, po unë nuk e di çfarë është, dhe do shkoj Gjekasër pastaj ta marrë dhe të ma sjelli, po para se ta mbyllim, duaj që të këndosh një këngë dhe nëse Hana me Dilanin e di këtë këngën, të këndojmë të gjithë bashkë. Okej? Çfarë këngë mendon të zgjedhësh? Abetare. Abetare? Po. Është një këngë që e dini ju? E dim të gjë. Ta filloj Gjekasëri? Filloj Gjekasër. Shiko aty. Ktheu pak edhe shiko aty te kamera. Abetare ditë e dijes ton, ne me ty nisim rrugët ton, faqet i hapi me plot gëzim, shkronjat e tua besoj, sot është festa. Abetares që të gjithë ne, po këndojmë shkronjat tona si yjet, bashkë me pësuse na tona ndryqojnë, bashkë me pësuse na tona ndryqojnë. Zëtë si sot janë të gëzuar, abetaret bajnë duar, shkronjat e para këndojnë, si lule në zemër lulezojnë. Bravo! Për se më duke se merdi një dhuratë, merdi një surprizë. Këta shikojmë. Gati ti hap syt? Pa. Wow! Wow, sa bukur nga Gjekasër. Wow, Hana dhe Dilan. Faleminderit. Unë do ta vendos këtu, shumë e bukur. Faleminderit shumë. Hana dhe Dilan, tani do ta mbyllim ashtu si Gjekasëri ta një këngë shumë të bukur. Ju zgjidhni çfarë do thoni, ose një këngë ose një vjersh. Unë do të një vjersh. Po, aty te kamera, te xhaxhi. Anglisht? Çfarë do duash ti, si të kesh shef? Anglisht. Okej, shiko te kamera. One child, one teacher, one book, one pen can change the world. Bravo, Hana! Dilan, shiko aty te kamera. Vjersh. Po, që do duash ti? Ujë shi turbo dhe gjallëstat kanë gordhur në të. Kaq? Po. Bravo! Fëmi, faleminderit shumë që ishit në Bahiti Podcast. Unë kënaqa shumë me ju. Pasi të mbarojmë bashk me të gjithë fëmijët e tjerë, ju e dini çfarë kemi sot pasi të mbarojmë? Pa. Kemi një festë të vogël për 1 qershorin. Do hajmë gjëra të mira? Që do hajmë? Hamburger. Po tjetër? Limonata. Do pim limonata. Po tjetër? Çokoladata. Mendon se jeni sjell shumë mirë? Pa. Mendon se meritoni çokoladat? Pa. Po, i përshëndesim gjithë ato që na ndoqën tani. Paçi. Kjo është paneli 2, unë jam Joeli, ajo është Smia, kjo është Eneli. Mirë se erdhët në panelin numër 2, me 3 fëmijë të tjerë të mrekullueshëm, të cilët do na prezantohen vetë. Enel, do na prezantohesh për të gjithë ata që të shohin dhe të dëgjojnë tani? Hajde. Unë jam Enel Branoli. Enel, ti shkon në kopësh? Po. Ku është kopshi jot? Kësi ka emrin? Kopje numër 5. Knaq është ti atje? Po. Ke shumë shok dhe shoqe. Shumë bukur. Unë jam Joel Gugu e jam në klasë 3 ke Green School-i. Unë jam Mia Biturku. Që klasë e Mia? Jam në klasë të parë. Po? Ti Mia ke një motor më duket. Po, një motor të Më vogël. duket se ti e bërë me një motor të vogël që e ka emrin Si era. e do shumë? Po. Po ti ke motor? Po. Si ka emrin? E dua. E dua dhe e do shumë besoj. Po. Është e mirë? Po. Kujdesesh ti për motrën e Nel? Po.
Po ti Mia kujdesesh për motrën? Po. Shumë? Po ti Joel kujdesesh për vëllain? Po, Shumë? shumë. Atëherë, do filloj me pyetjen? Po. Unë kam një pyetje për ju. Ju besoj, kur shikoni televizor, e dini që në Shqipëri kemi një kryeministër. Po. Një kryeministër të Shqipërisë, që quhet Edi Rama. Po nëse ju do ishit kryeministri i vendit tuaj, çfarë të donit ju të ndryshonit apo të bënit të shinit në qytetin tuaj apo në këtë Shqipërinë tonë të bukur? Ti isha kryeministri i Shqipërisë, do të Mos luaj bëja maç. që mos hidheshim më betorinat në rrugë ose në pemë edhe të mbrohet mjedisi. Bravo, shumë mirë. Po ti Enel, që do doje të bëje nëse do ishe kryeministër? Që do doje më shumë të kishe në Shqipëri, të vendi yt, në Elbasan? Qytetin. Qytetin si e doje qytetin? Ma trego? E do kështu më të pastër? Do doje të kishte më shumë lodra? Po. Ka shumë lodra këtu apo ka shumë pak? Ka. Ka? Po ti do doje të kishe më shumë lodra? Di. Më shumë park? Po. Edhe më shumë pemë? Po. Që të lozni shumë? Të lozni futboll? Los shumë futboll? Ke qef? Po. Ke një futbollist preferuar? Po. Kush është ai, më na e tregoj? Anzeli. Si ka emrin? Anzeli. Ku luan ky me çfarë skuadre? Me ekipin blu. Me ekipin blu. Është e preferuar yt. Po ti Mia, na tregoj një çik. Nëse ti do ishe kryeministre, ç'a doje ti të ndryshoje te Shqipëria, te vendi yt? Ç'a do doje? Na tregoj një. Do vendosja disa pemë dhe do bëja më shumë gjelbërim. Mungon shumë gjelbërime. Dhe besoj që ky është një nga në fakt kjo është një nga gjërat më të rëndësishme, sepse natyra edhe vendi ku ne jetojmë ka më shumë nevojë për ajër të pastër dhe duke patur më shumë pemë, çfarë kemi? Kemi më shumë ajër të pastër, Më shumë jetë. më shumë jetë, më shumë mushkëri të pastra, edhe është vendi dhe më i bukur, apo jo? Tani, unë e di që ju shikoni shumë televizor, po edhe rinin te kompjuteri, te telefoni, a? Pak. Rini pak? Keni ju një superhero dhe një personazh të preferuar? Po. Kë ke ti Enel? Spider-Manin. Është personazhi të preferuar? Është i fuqishëm ai? Po. Çfarë bën Spider-Mani? Kavitar me mangash. Ka litar mirë mangash? Është mos është ai që bën kështu? Që i bën duart si bën ai? Shpjegoj një çik si bën duart? Uaj, bën kështu, i ka gishtat unë si bëj dot. Edhe pastaj ç'a bën ky me këtë rjetën? Raret. Varet, ikën kështu nëpër pallate. Po. Po mirë, nëse ti do kishe një kështu super fuqi siç ka Spider-Mani, çfarë do doje të bëje ti? Nëse do ishe ti Spider-Mani, ma tregon çik? Iron Mani. Iron Mani, po çfarë do doje të bëje ti me fuqinë që ka ai? Do doje dhe ti ke kështu si Spider-Mani? Po. Ashtu? Pse që të shikoje më shumë vende të botës? Po. Mirë po, do shikojmë dhe aty të gjaqet e kamera, okej? Kur s'flasim. Po ti Mia, ke një personazh, një hero të preferuar? Kë kete? Kam Elsa në Stitchin dhe Koronin. Po ti Joel? Unë nuk kam ndonjë personazh të preferuar sepse nuk shoh kukullën. Po mirë, një superhero ose një personazh libri, nga libra që ti lexon. Po, kam lexuar Kapitan Brekushi quhet, ka shumë Kapitan libra. Brekushi? Po. Wow, Ka shumë libra. Ka shumë libra. Shumë. Po ka një personazh ky Kapitan Brekushi që Po, të pëlqen shumë? është Kapitan Brekushi dhe dy fëmijët në klasën e 2 që quhet një është Gjorgji dhe tjetri Haroldi. Po, ç'a bëjnë këto fëmijët? Pse ty të pëlqejnë këto personazhe? Shpëtojnë mjedisin nga të këqin, nga betorina që hidhen. Edhe e bëjnë një ambient më të pastër, edhe më të jetueshëm. Ashtu, a? Po. Tani, unë jam shumë kurioze të di. E besoj juve kënaqeni shumë kur jeni me mamën dhe babin, a? Po. Kaloni shumë mirë. Po çka ka një gjë që kur jeni me mamën me babin, ata ja u ndalojnë, po ti ke qef ta bësh, edhe mami thot, jo Enel, të lutem mos, Enel mos e bëj. Qa është një gjë që ti do ta bësh gjithmonë, po mami nuk të lejon. Nuk e baj. Po qa është një gjë
që mami nuk ta lejon, po ti ke shumë qef ta bësh. Më tregoj një herë? Është më motrën. Të mbaj motrën. Domethënë ti do ta mbash, po mami s'ta lejon ta mbash motrën. Po, Po pse nuk kujdesesh mirë ti për motrën? ndesem. Kujdesesh? Po mami do që të shohë gjithë kohën, prandaj ndoshta nuk lejon, ë? Po, Po mami duhet ta lejoj çik më shumë Enelin që të rri me motrën. Do i thuash çik mami te kamera ti që unë do kujdesem shumë për motrën dhe më lejo ta mbaj më shumë? Thuaj një çik. Ha. Thuaj që do kujdesem? ndesem për motrën. Edhe do ta mbash shumë mirë. Dhe më shumë mirë. Super. Po ti Joel, ka një gjë që ke shumë qef ta bësh, me thënë drejtën, po mami me babin s'ta lejoj. Të dalë më shumë jashtë. Po mami me babi më thonë, jo shumë jashtë se është tymi makinave dhe mbetorinave dhe ka kështu do mos e t'i lëviz me ajri. duart, po. Edhe nuk të lejojnë që të rish, po mirë, nga kjo anë është shumë mirë, sepse neve nuk mund të rrim gjithkohën jashtë, Po sepse kam qef dalë, prandaj. ke qef të dalësh. Po ti besoj del me mami me babin shumë. Dalë shumë mirë, sidomos me babin. Dine shumë. Shumë. Po ti mia, ka një gjë që mami, babi, s'ta lejoj, po ti ke qef të bësh. Nuk ka që të blej kukla që s'janë për mua tani që janë në klasë të parë, vetëm kështu gjëra edukative. Bëjnë shumë gabime të rriturit? Po, të gjithë njerëzit bëjnë gabime ndonjëherë. Po çka gabimesh bëjnë të rriturit më shumë se fëmijët? Nuk mendohen, Nuk mendohen? po nuk mendohen para se të thonë gjërat. Për shembull. Ç'a do të thotë kjo? Do më thënë, nuk përgatiten për atë që thonë, e kanë gabim pasaj më thonë, më falë. Edhe kisha gabim, kishe ti drejt. Po duhet ta mendosh para se ta thush. Edhe bëjnë shumë gabim këtë Shumë. gjë. Po ju mërzisen shumë besoj, jo? Po, Enel, bëjnë shumë gabime të rriturit? Po, Ç'a gabimesh bëjnë më shumë? Ma tregoj çik. babi nuk vjen mirë makinën. Nuk jep mirë makinës? Jo, nuk e vjen mirë ku parkon makinën. O, sa gabim, babi! E vjen të vizat e bardha. E vete vizat e bardha? Po, Po, babi, e di që mund të marri gjop të vizat e bardha? din. Edhe ve prap makinën aty. Po ti si do t'i thuash? Thuaj që babi të kamera babi, mos e vër më makinën të vizat e bardha. Thuaj që? Babi, mos e vjen ma makinën dhe vizat e bardha. Sepse merë? Gjop. Merë gjop, kështu që babi s'duhet ta ve dhe bëj një gabim. Unë mendoj që ne të rriturit, shpesh herë që t'ju mbrojmë ju fëmijëve, ndoshta pa dashje bëjmë edhe pa gabime, por gjithmonë e bëjmë që t'ju mbrojmë ju, që ju t'jeni mirë, që të ndjeheni mirë. Edhe për shembull mami me babin, prindërit kur ju bërtasin për diçka, nuk ja u thonë sepse nuk ju duan edhe nuk ju kanë zemër, po ja u thonë që ju të kuptoni se diçka nuk është mirë dhe duhet ta bëni më mirë herën tjetër, apo jo? Po. Po? Joel, më thuaj. s'kishe gjë për të. S'kishe gjë për të thënë? Në pyll ka shumë kafsh. Po. Të bukra, të egra, Po. të mira, të buta. Po kush është një kafsh që ju e preferoni shumë fare? Enel, ke një kafsh preferuar ti? Po, Kush është? tigri. Pse të pëlqen tigri? Qa ka tigri që të pëlqen ty aq shumë? Është i fort. Është i fort? Është i shpejt tigri? Po, Është i fort dhe i shpejt. Po ty Joel, kush të pëlqen? Leopardi. Pse të pëlqen leopardi? Është shumë i shpejt. Është shumë i shpejt. Edhe Kaq. nuk e di pse më pëlqen kjo që leopardi është shumë i shpejt, se kam ditë asnjëherë. Po ndoshta se leopardi është një nga kafshët më të shpejta në pyll? Edhe ndoshta. Unë mendoj që kur të shkosh të shtëpia, ose kur të lexosh ato shumë libra që ti ke në shtëpi, të kërkosh aty te enciklopedia që flet edhe për kafshët dhe të kuptosh që pse të pëlqen aq shumë leopardi. Më thuaj një kafshë tënde preferuar dhe pse të pëlqen aq shumë. nuk kam në pyll. Qa nuk e?
Ka preferuar. Nuk ke në pyll kafshë të preferuar? Jo, Po pse? nuk kam. S'pëlqen? Jo, Ke një shpend të preferuar? Çfarë ke? Çfarë preferon më shumë? shqiponja. Ke shqiponja, pse të pëlqen shqiponja? Pëlqen se fluturon Aha. dhe kisha dëshirë dhe unë të fluturoja. Ashtu, po pse të pëlqen të fluturosh? Qa mendon ti se do ndodhte nëse do fluturoja? Dë shikoja gjithë botën nga lartë. Ua, shumë e bukur. Shumë e bukur. Shqiponja ti e di që në flamurin tonë Shqipërisë ne kemi simbol K. Shqiponja. Shqiponja në dy krenare. Çfarë ngjyrë është flamuri jonë shqiptar? Kuqezi. Kuqezi. Edhe zi. Shumë mirë. Në jetën tuaj, ju jeni të rrethuar me shumë dashuri. Po. Po? Po. Jeni të lumtur? Po. Kur dëgjoni ju fjalën dashuri, çfarë ju vjen në mendje? Çfarë do thot dashuri për ju? Çfarë do thot dashuri për ty, Enel? Është. Të da thot Mia sa të mendosh ti pak? Po ta them unë. Apo ju Ele? Kush ta thot? Eli. Ta thot ju Eli. Ju Eli thuaj. Dashuria për mua do të thotë gjithçka. Po? Që do thot? Që do thot kur ti dëgjon fjalën dashuri ose lumturi, ç'a do thot për ty? Krenar. Krenar, po. Kur Krenar ndjesh ti shumë i lumtur? I lumtur. Kur ndjesh ti shumë i lumtur? Kur marr medalje në shkollë, kur ja kaloj mirë. Po, po ti Mia. Ç'a do thot fjala dashuri për ty? Dashuri për mua është mami dhe babi. Po, dhe mami e babi, po, më duket se harrum një personazh shumë të rëndësishëm. Kush është? Mami, babi dhe? Motra. Motra është shumë e vogël, po kur të rritet, që ta shohë podcastin dhe ta dëgjoj, pastaj do shohë që Mia nuk e ka thënë emrin e Sierës. Henel, do na thuash pak ç'është është dashuria dhe lumturia për ty? Krenar. Që ti je krenar. Po. Është dashuri për ty motra jote? Po. Po mami me babin. Po. Është shumë. Po. Po tjetër, ka një personazh tjetër që ti e do shumë fare? Kush është? Dajen. Edhe Dajan. Po ti sa Daja ke? Dë. Ke 2 Daja. Që ndojë qik më shumë? I qik fare më shumë. He, Kladin. Daja Klajdin, ndojë qik më shumë. Do ta përshëndesësh ti Dajen? Beja qik shumë e dorë, dërgoj dhe puthje. Se Daja jote rinë largë? Kur rinë ai? Itali. Rinë në Itali. Po. Thuj Dajës të dua shumë. Të dua shumë. Tani para se ta mbyllim, unë dua që secili prej jush të më thot një vjersh ose një këngë. Çfarë të doni ju? Nuk kam as Okej. vjesh as këngë. Çfarë do të thuash ti, Juel? Nuk Mirë, kam. ti do ta mbyllësh duke i dhënë një mesazh fëmijëve të tjerë ose duke uruar për një qeshorin, okay? Po. Mirë, po Do prit jo- se tani e ka Eneli radhën, e cili do thotë çfarë, një vjersh apo një këngë? Mirë. Një vjersh, po do shohim aty te kamera. Mirë? Filloj. Zemra tona na kanë ndedhur festa një qeshorit, ka gëzimi sot o qenën unë te oborit. Bravo! Një dorë trokitje për Enelin. Mia, një vjersh ose një këngë, çfarë të duash ti? Di shumë për festën abetare, s'kam një versha, mund ta them? Po sigurisht që po. Me emocionet e mëdha festojmë në këtë ditë të veçantë, prindër dhe miq sot ju tregojmë sa kemi mësuar. Kjo është festa jonë dhe fjalës së parë. Sot nuk është ditë e zakonshme, është dita e abetares. E gjithë klasa sot është një skenë me dritë. Këngët vjersha tona janë për ju. Zëra tanë të vegjël sjellin fjalë të mëdha. Bravo, një dorë trokitje për Mia. Joeli ti më the që nuk ke një vjersh ose një këngë, po doj që t'japësh një mesazh të gjithë fëmijëve që të ndjekin. Do shohësh aty te kamera? Po, të gjithë fëmijëve anën bam botës ju uroj gëzuar një qeshorin. Një dorë trokitje. Ne mbyllëm panelin e dytë me 3 fëmijë të mrekullueshëm si Eneli, Joeli dhe Mia.
Dhe do shihemi në panelin e ardhshëm me të tjerë fëmijë të mrekullueshëm. Do bëjmë një mirupafshim këtu te kamera gjithë. Mirupafshim. Dhe tani do kemi në panel më të voglin e fëmijëve, një adhurues i futbollit dhe një djalë fantastik. Ai quhet Dario Gugu, e mirëpresim në studio. Dario, hajde. Mirë se erdhe kampion. Ulu. Dario, si je? Mirë, Si ke kaluar? mirë, Si po ndjehesh, më trego pak? Je mirë? po. Po? Tani, këta njerëzit që na shohin nuk e din që ti je një adhurues i futbollit, por këto nuk e din se kush është skuadra jote preferuar. Dia tregosh një çik? Po, Hajt, ktheu çik këtu nga unë tani, ktheu pak, se do bëjmë çik muhabet të dy. Kush është skuadra jote preferuar? Real Madridi. Real Madridi, pse të pëlqen? Se, Ka futbollistë shumë të mirë? po, Do na i thuash çik sa futbollistë luajnë te Real Madridi? po. Po, hajde. Kylian Mbappe, Po? Vini, Bellingham, Sonny, Valverde, Aha. Po tjetër. Dëgjoj pak mua. Mua më kanë thënë që ti edhe futbollistët shqiptar i njeh shumë mirë. po. Po kush luan me kombëtaren ton? Bën një çik kështu kuqezi, bën një çik kështu. Bravo. Tani më thuaj pak kush janë futbollistët e kombëtares ton? Disa emra. Broja, Po, do shkosh aty te kamera? Këtu. Okej. Broja, si kalleshi? po, Po tjetër? Asami, Aha, po tjetër? S'kujtojnë tjerët. Mirë, do kthehemi çik kështu që të më shikosh mua, se do bëjmë çik bisedë të dy. Mua më kanë thënë që ti shkon në Kopësht. Si e ka emrin Kopshti yt? Green School më duket? Po? Jo? Nuk e ka Green School? E ka Kopshti i? Zel, I Gjelbërt. Tani, Dario, një pyetje. Ti kënaqesh shumë kur je me mamën me babin? po. Tani më thuaj një gjë, që ti ke shumë qef ta bësh, po mami nuk të lejon. Thot, jo Dario, jo Dario, jo Dario. Qa është një gjë që ty të pëlqen shumë fare ta bësh e mami s'të lejon? Vetëm babi nuk më lejon. Qa nuk lejon babi? Më ka hef të follarja për station cosplayers. Të gajt PlayStation-in dhe telefonin cosplayerave? Edhe levëm. Edhe leven? Po pse? Dhe shumë mirë po së djelë. Duhet lozesh vetëm kur është diel. Po, babi ka thonë, s'to në djelë tani në hoshi. Edhe i hoqi, i vuri dhe i hoqi prap. Po mos ndoshta ti rrije dhe lozje shumë, edhe babi e hoqi që mos lodheshin syt. Po, prit. Ha. Jerë kemi lozje, prapje, Po? e ka marrë kledi, Po? jerë e marrë, jerë në hovi. Edhe pastaj e hodhi. Okej, po mirë, ti do t'i thuash babit e kamera, babit lutem, do ma kthesh PlayStation-in? Po e se këthen. Po thuaj ati njerë se do të ngjoj nga televizorja, i thuaj. Babi thuaj kam një kërkesë, dua pra PlayStation-in, thuaj aty te kamera. Ha. Thuaj se ngjon ai. Ha. Babi thuaj? O Dua? ba, Po? dua një kërkes. Më japës PlayStation-in. Se thuaj do sillem shumë mirë. Do sen shumë mirë. Okej, super. Tani, një pyetje për ty. Prit, edhe të fërë lalit. Ha, po, thuaj, çfarë do të thuash? Edhe telefonin e lalit. Edhe telefonin e Lalit, do të thënë babi të ka marrë edhe PlayStation dhe telefon e Lalit. Ti Edhe kthe- leva. Edhe levat, do të thënë babit lutem PlayStationin, telefonin edhe levat, se janë shumë të rëndësishme. Okej? Po, Okej, tani një pyetje për ty. Ti njeh kafshët e pyllit? po, I pëlqen shumë besoj, a? po. Po më thuaj një që e ke preferuar, e pëlqen shumë fare. Më thuaj një herë. Kush pëlqen nga kafshët e pyllit? Luani? Po,
Pse? Pse të pëlqen shumë Luani? Pse të pëlqen? Është i shpejt? Po. Është i shpejt. Bravo. Ti kur dëgjon fjalën dashuri, çfarë të vjen në mendjen tënde? Çfarë do të thotë fjala dashuri për ty? Ha. Kur je me mamin, Po. kur je me babin, Po. dhe kur je me Nanën. nanën. Po me Lalin? Lali, Ha, që po Lali? je ku e kam thënë të spja presës brektës, Aha. ka Lali me mu, unë gjithën të dy të ansësori, pa tezën, pa dilën, pa një. Edhe As ishte mami vetëm të dy, ishte. po? As babi. Po, ishte vetëm të dy të ascensori. Po. Lali kujdeset shumë për ty? Po, Po ti e do shumë? po, Lozni bashk? po, Jeni si shok? po. A i ti lejon që të lozësh ti më shumë, të kesh më shumë lodra, besoj. Po, a i nuk lozje me mu. Shka loz, shka loz, shka loz, shka loz. Po se nuk loz me qi loz a i? Me vetën, Loz me veten e vetë, me top. me to. Se ne kemi një mura të afer. Vamos timave. Ajo poste sfë. Ajo po është shtu e ke thyti me top, me siguri. Jo, Lali, është prish vetë. është prish vetë. Mirë, edhe kjo Po duhet. Lali do të aprishi fare. Do të aprishi Lali fare. Tani, tani më thoj një gjë. Çfarë të bën ty shumë të lumtur? Qa është një gjë që ty të bën shumë të lumtur dhe ti je shumë, po shumë i kënaqur. Ha njerë, më ndoje pak. Qa të bën shumë të lumtur? Kush është një dhuratë që ty të bën shumë të lumtur? PlayStation 5. PlayStation 5, po të kesh atë je shumë i lumtur. PlayStation 5 e du se është më shokën tim Bellingham. Është me shokun tënd, atë sportistin që ke ti shef. Po, është me Real Madrid edhe unë ka një shkuadër tjetër. Që skuadër ke ti? City. Po se du. Manchester City? Po, Real Madrid e ka rafë 3-2-3-1. E ka raf Manchester City. Edhe janë më të fort këto të Real Madridi. Po, e ka fitu City 4-0. Ka fitu 4-0. Po ti kur tritesh do bëhet futbollist? Po të një jam ba. Je bë futbollisti? Po, Po ku luan ti? I kën kështu bën kurs futbolli? po, Knaqesh? po. Të them një qa, është një lokal aty, Aha. edhe ajo këso, edhe kopsitim është një. Edhe ti luan aty? Po. I kën shikon shumë ndeshje futbollit ti me babin? Po, prit. Unë e kam bërë shumë deshe të Shqipërisë edhe ka humë. Ka unë Shqipëria. Po, Po qa do... prit. Ha, më thuaj. Kërë zëmërish 4-0, kërë frenë 4-0. 4-0, do më thënë ka unë Shqipëria komplet. Po, Po mirë, ti, qa do t'i thuash futbollistëve që luajnë me Shqipërinë, futbollistëve shqiptarë? Qa do t'i thuash? të marrë një bluzë dhe do më filmosin ato. Të marrësh një bluzë dhe të filmosin ato, po nga kush e do? Ka broja. Broja, do t'a thush këtu te kamera, thuaj Broja, unë dua një bluzë me firmën tënde, sa i po të shef tani dhe po të gjë. Ku e gjithë? Po, ja këtu te ekrani, thuaj ja këtu tani. O, bë, Dua një bluzë. da një bluzë më filmosës. Okej, super, kështu që Armando Broja, lojtari i kombëtares shqiptare të futbollit, ne presim një bluzë për Darion me firmën tënde. Dario, para se ta mbyllim, bashkë unë kam një pyetje për ty. Çfarë do doje ti që të kishte më shumë në qytetin tënd? Kur del ti luan, për shembull, si janë rrugët, do dohet kishte më shumë park, më shumë hapësira për të luajtur futboll, çfarë do dohet ti të kishte më shumë? Po, aty kur është treni, unë të troz. Po? Po ato sona nuk më lejnë. Nuk të lejnë ato çunat. Se gjithmonë lozi.
Po dhe ti do doje që të kishte një shesh shumë më të madh që të lëzë edhe ti. Po, e madhe asa jo. Është e madhe. Po, zdo, se los të kursim. Po, ja se më ka thënë, një sot do i ke me një lëkar, do i ke të kursi autit, babi, ja. Të a i sa ku jo, i ka thënë apo jo. Mirë, tani, pare se ta mbyllim në të dy, ti do shohësh te kamera dhe si do t'i urosh ti të gjithë fëmijët për një qeshori. Do t'i bësh një urim fëmijëve? Po, Hajde njerë, bëj një urim bukur fëmijëve për një qeshori. Do qohesh në kam? po, Qoqe nga kam, ha. Hajde këtu, bjeri dorën mua. Do i thuash fëmijëve nga Bahiti Podcast, ju uroj gëzuar një qeshori dhe t'i dhurosh një puthje. Hajde, shiko aty te kamera. ka Bahiti Podcast, Ju uroj ju uroj gëzuar gëzuar një qeshori. zoni sësorin. Puqe. Paqim! Jemi në panelin numër 4 me dy vajza të mrekullueshme. Tani e kemi rritur pak në mosh panelin dhe i kam kënaqësinë që të kem këtu me mua dy vajza me emrin Debora dhe Flavia, të cilat do ta bëjmë vetë prezantimin e tyre. E fillojmë nga Debora? Po. Përshëndetje, unë jam Debora Ymerali, jam 14 vjeç, merrem me kanto, studioj flaut, studioj dhe pianon. Përshëndetje, unë jam Flavia Mema, jam 12 vjeçë dhe studioj në shkollën Qamil Gronjaku. Më pëlqen aktrimi, por kam edhe hobit e mia. Para jush kisha fëmijë të moshave ndryshme, të cilët zgjodha t'i bëj disa pyetje, por disa për pyetjet dua t'ja u bëj dhe ju. Për të parë dhe për të kuptuar mbi të gjitha ato çfarë dëshirojnë fëmijët, edhe mënyrën se si ato i shohin gjërat përtej asaj që shfaqet në realitet ose përtej atyre që ne mendojmë. Dy vajza të cilat pas shumë vitesh mund të jenë kryeministre të Shqipërisë. Çfarë do bënte Debora nëse do ishte kryeministre e Shqipërisë dhe çfarë do donte të ndryshonte në vendin e saj? E njëjta pyetje është për Flavia. Atëherë, nëse unë do isha kryeministre, do sillja më shumë gjëra të reja, qoftë edhe për muzikën, për fushën time. Po, më shumë investime në fushën e muzikës, po. Unë mendoj që fusha e muzikës është një fushë që brezi jon duhet ta ndjekë sot sa më shumë. Është një fushë që ka angazhime, ka lodhje, po është një lodhje e bukur. Do të thënë është një lodhje që do na shërbejnë pak më vonë. Po, mendoj që një nga gjërat që i mungon Shqipërisë është pjesa e investimit në art dhe kulturë, e cila duhet të jetë më e madhe. Po. Domethënë Debora si një kryeministre e ardhshme do sillte më shumë investime për të pasuruar më shumë pjesën e kulturës edhe artit në Shqipërinë tonë të dashur. Po ti Flavia? Ti isha unë kryeministre. Po. Inshallah jemi Flavia, pas sa vitesh, shumë Ti isha unë vitesh. kryeministre, do sillja shumë zhvillime të reja në të gjithë profesionet. Veçanërisht në aktrim, duke qenë se aktrimi këtu në Shqipëri nuk është aq i zhvilluar sa në shtetet e tjera, dhe kur shikojmë një telenovela, film nga shtetet e tjera, wow, themi. Pastaj këtu në Shqipëri nuk është se e kemi aq të zhvilluar aktrim. Do me thënë, ti po më thuaj që si një kryeministre e ardhshme do doje që investimet më të mëdhaja ti sillje si Debora në fushën e artit dhe kulturës, edhe të shtojë edhe më tepër pjesën e teatrove në Shqipëri që mungojnë, të zhvillojë më shumë kinematografinë shqiptare. Sigurisht. Sepse kjo ka lidhje edhe me pjesën e njerëzve të cilat duan të ndjekin aktrimin edhe të bëhen aktorë të ardhshëm, Po. si ti. Ty të pëlqen më shumë drama, komedia, që të pëlqen më shumë? Drama. Po. Më thënë, drama queen, ti je një drama queen. Po. Më thënë, për njerëzit që na dëgjojnë edhe nuk e kuptojnë drama queen, çfarë do thotë drama queen? Mbretëresha e dramës. Mbretëresha e dramave, në familjen tënde ti je drama queen? Po. Do të thënë, që do të thotë një gjë që është kaq e vogël ti e bën shumë të madhe, a? Shumë të madhe, jashtëzakonisht. Ashtu?
Po. E ke mirë kuptimin e motrave dhe të mamit kur ti bën drama queen apo jam mësuar me ty këta? Po tash jemi mësuime. Jam mësuar, ë? Po. Mirë. Vajza, unë dua të Debora të më tregosh pak në lidhje me pasionin që ti po ndjek, edhe pse e ke zgjedhur që të vazhdosh për kanto, domethënë të ndikësh ëndrrën tënde për kanto, se ti je akoma e vogël dhe ndoshta në momentin që do zgjedhësh për të vazhduar studimet e larta, mbas disa vitesh mund të marrësh një profesion tjetër përveç pasionit të madh që ke për kanton dhe muzikën. Po pse drejt këtij pasioni për kanton? Vjen nga familja jote diçka apo ti thjesht e ke ndjerë edhe e ke dashur ta bësh? Familja më super tonë çdo hap timi, sidomos prindrit, po më shumë kam dëshirë vetë që ta vazhdoj. Më pëlqen shumë kanto. Kush e ka zbuluar talentin tënd, Debora? Talentin tim e ka zbuluar gjyshja ime. Unë kam 3 vite që merrem dhe para 3 vitesh domethënë gjyshja mendonte që unë kisha zë. Po? Dhe më thoshte gjithmonë që duhet të shkosh të dëgjoj mëzyshat, me mëzyshën cilën jam sot, duhet të shkoj të dëgjoj dhe shkova. Por mëzyshës pëlqeva shumë. Dhe më pëlqen shumë kanto, instrumenti, flauti, piano, që dhe dua t'i vazhdoj. Debora, unë kam parë, por nuk e mbaj mend shumë tani, kam parë në rrjetet e tua sociale që ti ke marrë edhe disa çmime. Do na tregosh pak çfarë çmimesh ke marrë ti? Kam marrë një çmim të parë në Itali, në Trento, dhe çmimin e dytë e kam marrë në Ragusa. Po? Për kanto. Për kanto. Sa pjesëmarrës kanë qenë shumë nga vende ndryshme të botës? Po, nga vende ndryshme të botës. Dhe ti ke marrë çmimin e parë? Ja, kemi një kështu soprano, jam okay? Një soprano të ardhshme, të talentuar si Debora, që jam e bindur që pas shumë vitesh ne do krenohemi në ato sallat e mëdhaja edhe të botës, pse jo, me Deborën si emër që vjen nga Elbasani, por që të përfaqësoj edhe gjithë Shqipërinë. Flavia, ti je në një moshë që besoj pak a shumë e ke ndarë ndoshta në mendjen tënde se çfarë do ti të ndjekësh në profesion, Flas, sepse ti pjesën e aktrimit e ke në pasionet e tua. Mendon që do ta zgjidhësh aktrimin dhe si profesion në të ardhmen apo do studiosh për të patur një profesion dhe më pas aktrimi do mbetet te pasionet e tua? Atëherë, mendimet e mia ende nuk janë qarta për të ardhmen time si do ta vazhdoj, por gjithmonë kam dëshirën që ta vazhdoj si aktore. Bëhem një aktore e së ardhmes dhe një aktore e madhe. Po, mendon se në Shqipëri, domethënë ke provuar ti, ke shkuar në këto, nuk e di nëse ka kështu klasa ose kurse që provojnë talentet e reja në aktrim. Ke shkuar diku? Ose ke marrë pjesë në shkollë në dramatizim? Në shkollë, po. Jam bërë Marigoja edhe shumë personazhe të tjerë. Edhe shumë personazhe të tjerë. Po. Si kanë qenë fjalët e njerëzve kundrejt personazhit tënd, domethënë mësuesja çfarë ka thënë, se mësuesja është personi i parë që të ka parë ty aty. Po, mësuesja duke qenë se më ka zgjedhur mua dhe e dinte se kush jam unë dhe si e bëj unë dramatizimin, dhe prandaj më ka zgjedhur sepse pak a shumë e ka ditur, edhe nga dramatizimet që kam bërë edhe më përpara. Ne të rriturit në tërësi, kur them të rriturit marr moshën time, moshën e prindërve tuaj, bëjmë shpesh gabime. Ka një gjë të cilën ju mendoni që të rriturit apo prindrit e bëjnë gabim dhe ju do doni që atë gjën ata ta përmirësonin? Ka një gjë? Të rriturit nuk është se nuk i pranojnë, thjesht kur janë me të tjerë nuk është se e pranojnë gabimin që ai ka bërë vetë. Tani, le ta pranojmë gabimin, secili bën gabime, njerëz jemi, gabime bëjmë. Dhe mendoj se duhet ta pranojnë edhe të rriturit gabimin që kanë bërë. Të rriturit si pranojnë gabimin zakonisht? Jo. Jo? Nuk i pranojnë. Domethënë është gjithmonë ajo pjesa që të rriturit kanë të drejtë. Po. Dhe ju nuk jeni dakord me këtë shprehje që të rriturit kanë të drejtë? Jo. Jo? Jo. Kush është një gjë që mami ose babi e bën dhe realisht ty nuk të pëlqen shumë dhe do doja që ta ndryshonin këtë gjë? Mos bërtasin shumë. Mos bërtasin shumë? Po nuk mendon se mami e babi më bërtasin ndonjëherë shumë për shkak se
ndoshta dhe ju e meritoni pak? Po tash e meritojnë, po jemi dhe njerëz, bajmë gabime dhe neve. Edhe mami e babi s'duhet bërtasi shumë, ë? Jo. Ashtu, ë? Shka. Kështu që mami e babin që po na dëgjojnë edhe po na shohin tani te Bajiti Podcast, Flavia thot që ju bërtisni shumë. Por unë mendoj që të gjithë prindërit kanë gjithmonë një arsye kur e ngren zërin, sepse e bën gjithmonë për përmirësuar ato gabimet e vogla që fëmijët bëjnë, apo edhe ndonjëherë për të uzuar tek gjëra të cilat nuk shkojnë mirë. Po ti Debora, ka një gjë që do doje që të rriturit ta ndryshojnë? Një gjë që realisht ty nuk të pëlqen në raport me të rriturit. Qoftë kjo edhe të të rriturit që ty të rrethon, një thjesht prindërit e tu, njerëz që ti je në kontakt të përditshëm, ndoshta edhe nga familja, ndoshta edhe nga shoqëria, po që janë më të rritur se ty. Ka një gjë? Unë nuk e mendoj se ka diçka, po gjithmonë prindrit edhe nëse na vërtasin që ne të jemi më të mirë, domethënë të përmirësojmë më shumë gjërat që bëjmë, po mua nuk më duket gjë e keqe të na vërtasin. Sigurisht ju jeni më të rritura edhe ndoshta perceptimi juaj për këtë pyetje që unë do ju bëj është krejt ndryshe nga fëmijët e tjerë. Kur ju dëgjoni dhe lexoni fjalën dashuri, çfarë ju vjen në ndërmend? Çfarë do thotë dashuri për ju? Dashuri domethënë që qoftë edhe në aspektin prindëror. Patjetër që po. Domethënë dashuria na bën më lumtur, më mirë, ndihemi të lumtur çdo ditë. Domethënë ne do të falim sa më shumë dashuri me njerëzit. Edhe nëse njerëzit ne nuk i njohim ose i gjykojmë nga jashtë. Duhet jemi gjithmonë kështu, të jemi gjithmonë të paqët, me dashuri me njëri tjetrin. Hami Flavia. Mendoj se dashuria është ndjenja më e pastër që ka njeriu. Qoftë dashuria e prindërve për fëmijën apo diçka tjetër. Është një ndjenjë shumë e gëzueshme dhe që çdo njeri duhet ta ketë brenda. Cila është një gjë që ju bën shumë të lumtura? Është një gjë që të lumturon shumë? Kur jemi të lumtur gjithë si familje. Kur jemi të lumtur të gjithë. Kur jeni mirë të gjithë, ti ndihesh e lumtur. Po ti Debora. Kur familja ime është e lumtur në ato që unë bëj, në angazhimet që unë kam gjatë ditës, tek teatri operas, në kurset e mia. Me sa kam unë informacion në familjet tuaja, Flavia ju jeni 3 motra. Po. Edhe Debora është vajzë e vetme. Më thuaj pak si është raporti yt me motrat, edhe keti një motër të preferuar, me kë ndan më shumë sekrete? Ndan me motrën, me mamin? Tash me shumë sekrete, unë ndaj me motrën e madhe, sepse pak a shumë 1 vit e gjys kemi diferencë, edhe shumë sekrete të asaj, dhe të mia ti dim ne të dyja, vetëm për vetëm. Mami fare? Po ti dhe mami, po. Këto sekrete të shkët e shkolla, ose që ka shkolla, thashe theme, ti bisedojmë bashk. Nuk i bisedoni me mamin, bisedoni vetëm të dyja? Jo, as me Altesin, jo, ai shumë me motrën e vogël, nuk është si bisedojmë shumë. Po ti Debora, me kë i ndan gjërat tua? Ka disa rrëfime që i ndaj me mamin, ka disa rrëfime që i ndaj me babin. Po, keni shoqe të ngushtë, një mikesh? Jo, se sot mendoj që nuk duhet të kesh shumë shoqe. Pse? Po, domethënë nuk është një kohë për të pasur shoqe. Për shembull si në kohën tuaj, nuk është. Po pse çka ka ndryshuar? Ç'a mendonte se ka ndryshuar? Mendoj që ka ndryshuar shumë brezi sot. Nuk është një brez shumë i mirë, domethënë për të pasur një shoqëri të ngushtë. Po, edhe shoqja jote e ngushtë është mami. Ndërsa shoku i ngushtë babi. Është babi, gjithmonë. Marrëdhënia me babin është ndryshe dhe marrëdhënia me mamin është ndryshe. Janë disa gabime? Po, unë bëj shumë gabime. Bëj shumë gabime, të cilat padyshim mendoj që i bëj pa dashje dhe në momentin që mendoj që kam lënduar dikë, i rikthehem gabimit që kam bërë, mundohem të reflektoj dhe nëse kam unë gabimin, patjetër shkoj edhe kërkoj falje, sepse nuk dua që në raport me njerëzit të mos jem mirë dhe ata të mos ndjehen mirë me mua. Unë mendoj që gjithë ne bëjmë gabime, gjithë ne themi një fjalë më shumë se ç'duhet, por është mirë kur secili prej nesh te gabimet që bën të reflektoj, aty ku ka gabim të kërkoj falje
dhe të ketë mundësi që t'i bëjë të tjerë të ndjenë mirë kur janë rreth tyre. Kështu që kjo është. Shiko, ti na e bëre neve pyetje, ne nuk dham përgjigje për pyetjen tënde. Po, dhe ju ma bot mua dhe unë dash përgjigje. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që jo vetëm ti intervistojmë edhe ne. Po, dhe kjo do të thotë që jo vetëm fëmijët bëjnë gabime, po bëjnë dhe të rriturit gabime. Nisa, nuk mendon se vërtet shumë. O Debora, ka një gjë tani. Njerëzit që më njohin thonë që unë jam njëri shumë kërkues, sidomos në aspektin e punës, dhe kjo është shumë e vërtetë. Edhe duke qenë se unë dua që një diçka që e marr përsipër ta bëj, ta çoj deri në fund të finalizuar me sukses, jam gjithkohon jo vetëm kërkuese, po shpesh herë edhe ngres zërin. Edhe ky ndoshta është një defekt i vogël, të cilin ma bëjnë shpesh edhe familjarët e mi, po edhe njerëzit me të cilët unë bashkëpunoj, po sidomos për shembull Tani, që është kameramani ynë, është ai njeriu i palodhur që bën çdo ditë një punë të shkëlqyer dhe sidomos me podcastet tona, por përveç 1001 komplimentave që më jep, një gjë që ma thot shpesh është thotë lutem mos vërtit shumë. Edhe unë do mundohem që ta rregulloj këtë pjesën që mos vërtas ai shumë, por e bëj e ngres zërin vetëm për shkak të punës dhe në momentin që dua që çdo gjë të jetë aty ku duhet. Pra Anisa Bahiti do të jetë protagonistja. Anisa Bahiti do t'jetë personi që e merr punën dhe e bën shkëlqyer, edhe mendoj që të qenurit protagonist në jetë është diçka që ti edhe e ke pak të lindur, por edhe e fiton gjatë rrugës me eksperiencën tënde, sepse mos harroni që ne jemi gjithë protagonistë në jetën tonë, në rolet tona dhe mënyrën se si ne zgjedhim të bëjmë qoftë një profesion apo në mënyrën se si ne zgjedhim të jemi para njerëzve të tjerë. Kështu që edhe ata që janë të dukshëm para kamerave, edhe ata që janë të padukshëm pas kamerave, mendoj që janë të gjithë protagonistë në mënyrën e tyre. Se unë mendoj që podcasti i sotëm nuk do kishte këtë realizim kaq të bukur nëse nuk do kishte një staf mbrapa që bën këtë punë fantastike. Dhe normalisht protagonistët pas kamerave janë ata. Dhe protagonistja para kamerave jam unë, e cila duhet të bëj një punë të shkëlqyer që të nderoj dhe ata që janë lodhur aq shumë. Cili ka qenë pasioni jot kur ke qenë e vogël? Sa pyetje e bukur. Është një pyetje shumë e bukur sepse do të them diçka. Unë gjithmonë e kam ndjer se çfarë kam dashur të bëhem. Edhe gjithmonë e kam kuptuar se ku janë vërtet talentet e mia dhe çfarë vërtet unë dua të bëhem në të ardhmen. Kam qenë një fëmijë shumë lozonjar, shumë i çiltër, shumë e lirshme. Kam thënë dhe kam bërë gjithmonë atë që kam dashur, padyshim kam qenë pak e përkëndelur. Duke qenë se kam qenë fëmijë i tillë, mendoj që edhe kjo që Anisa sot ka ardhur si rrjedhojë e temperamentit dhe karakterit që unë kam patur që e vogël. Do t'ju them një sekret që unë kur kam qenë e vogël, gjithmonë kam imagjinuar edhe kam improvizuar sikur jam përpara kamerave, sikur jam brenda në televizion, sepse gjithmonë kam dashur që njerëzit më shohin nga ekrani, edhe gjithmonë kam dashur që njerëzit të më njohin. Edhe asaj kohe kur unë kam qenë në një moshë të vogël, mendoj sa ju, po pak më e vogël, kam pas ekzistuar disa revista që quheshin revistat Klan dhe unë improvizoja, merja gjithë revistat, ulesha në një tavolinë, merja një stilolavz dhe improvizoja si gazetarët asaj kohe dhe lexoja rrjedhshëm të gjitha revistat dhe i mbaroja qoftë edhe 50 revista ose 100 revista në ditë duke lexuar titujt kryesor të tyre. Dhe kjo ka ardhur për shkak të dëshirës madhe që unë kam patur për të qenë brenda në ekran, por mbi të gjitha për të parë dhe për të lënë një emër. Dhe sot ti e ke arritur? Mendoj se kam arritur, por mendoj se kam shumë punë përpara për të bërë, dhe mendoj që të gjitha ata që na ndjekin, na dëgjojnë, moshatarët tuaj, por edhe për ju të dyja këtu, dua t'ju jap një mesazh edhe një këshill që t'jeni gjithmonë luftarake,
të jeni gjithmonë të gatshme për të punuar me veten tuaj, mos rreshni kurrë së kërkuari nga vetja dhe të kuptoni që të qenurit i suksesshëm dhe të arriturit gjëra në jetë kërkon punë, kërkon shumë sakrificë dhe kërkon shumë kohë dhe përkushtim. Tani unë para se ta mbyllim, me që unë mbyll shumë pyetje, dua që të dyja ju aty tek kamerat përkatëse të jepni një mesazh të gjithë bashkëmoshatarëve tuaj dhe të bëni një urim për një qeshore për gjithë fëmijët që na ndjekin. Atëherë, mesazhi që unë do t'jap është se cilit vazhdojë ëndrrën e vet, mos ndalet për asgjë. Gëzuar një qershorin. Ha Flavia. Gëzuar një qershorin gjithë fëmijëve në mbar botën dhe kalofsh ditë sa më të bukura. E mbyllim dhe panelin numër 4 me Flavian dhe Deborën dhe me mesazhet e tyre dhe urimin e tyre për një qeshori për të gjithë fëmijët. Tani kemi edhe panelin e fundit dhe një mirupafshim nga ne të treja. Mirupafshim. Përshëndetje gjithëve, unë quhem Abel Doda, jam 6 vjeçë, jam në parashkollor dhe falenderoj Anisën që më ka ftuar këtu në podcast. Faleminderit shumë Abel. Devi. Unë jam Devi dhe jam 8 vjeç. Jam në shkollën që Emil Gornjaku. I pëlqen shumë hamburgerat? Po tjetër? Picat? Edhe pijet. Edhe pijet. Me gaz. Me gaz? Shumë gabim. Duhet që të heqim dorë nga pijet me gaz. Okej, Mabeli dhe Devi. Kam një pyetje për ju. Nëse ju do ishit kryeministri ose kryeministrja e Shqipërisë, ç'a do donte Mabeli të ndryshonte në vendin e saj në Shqipëri? Ç'a do doje ti të kishte më shumë në Shqipëri? E njëjta pyetje është për Devin. Doja që të kishte më shumë njerëz të mirë. Të kishte më shumë njerëz të mirë në Shqipëri? Po ti Devi? Sigur Devi të ishte kryeministër në Shqipëri. Ç'a do bëje më shumë ti për Shqipërinë? Ç'a do doje të kishte më ndryshe në Shqipërinë tonë të bukur? Mos t'i shohin shumë njëri tjetrit. Mos të shohin njëri tjetrin njerëzit. T'jenë më të mirë. Po. Domethënë të kemi një Shqipëri më të mirë me njerëz më të mirë. Jo to që shohin. Jo këto që shohin njëri tjetrin, se shumë gabim. Njerëzit nuk duhet ta shohin njëri tjetrin dhe duhet sillen mirë edhe të thonë fjalë magjike. Apo jo? Pa. Mabeli, ti kalon shumë bukur me mamën me babin, besoj. Pa. Po, çfarë është një gjë që ty nuk të pëlqen fare kur mamën me babin e bën ose ta thot ty? Çfarë është një gjë që ty nuk të pëlqen? Nuk o pëlqen as... do me thënë, nuk ka asnjë gjë. Domethënë çdo gjë të pëlqen te mami dhe babi. S'ka asgjë që s'të pëlqen. Po ty Deve, ka një gjë që nuk të pëlqen? Njësoj si Mabeli. Po nëse ju do zgjidhnit nga ato personazhet të filmave që u shikoni. Shikoni shumë kukulla një herë? Po. Çfarë shikoni më shumë? Spider-Man, Superman, Supersonic, kë shikon më shumë ti? Sonicun. Supersonic, e ke preferuar Supersonic? Po. Është superheroi, ka fuqi? Po, shumë. Qa bën ai? Vrapon shpejt, ndihmon. Po ti nëse do kishe... Të këshin. I rreth njerëzit të këshin. Po nëse do kishe ti ato fuqinë e Supersonic, qa do boja? Njësoj si Soniku. Njësoj si Soniku? Dhe më thënë, do luftoje me njerëzit e këqinj, Po. edhe pastaj do vrapoj shpejt Do t'i ndihmoja. dhe do t'i ndihmoje. Ti Mabel, ke një personazh të preferuar? Kam 2. Kë ke, ma thuaj. Kam Stitchin edhe Lilo, Stitchin dhe Lilo, po? po kam dhe Winnie Pooh. Pse të pëlqejnë këto personazhet? Stitchi më pëlqen që është i fortë dhe nuk ka mundësi që ta vrasin njerëzit dhe ta kështu. Po Winnie Pooh-ja? Më pëlqen që del çdo mëngjes dhe vetëm feston. Dhe vetëm feston, është i lumtur, është shumë i gëzuar. Pa. Po mirë, me që jemi këtu te lumturia dhe gëzimi, do më thoni pak
kush është një vend që ju bën shumë të lumtur po të shkoni ta vizitoni? Po të rri shumë ditë, më pëlqen te nana. Te nana, do të rri shumë te nana? Po. Po pse qa bën ti atje që knaqesh shumë? Tregoj çik. Më bën për të ngrënë, kur është dita për tikur ose kur ka njëri ditë lindje, na bën kështu mishra. Mishra, dhe ty të pëlqen shumë se nëna gatuan shumë mirë për ty. Në fakt nuk edhe nëna gatuan, po e ndihmon dhe mami. E ndihmon dhe mami. Dhe ti knaqesh shumë kur rrin te nëna. Nëna të plotësojnë gjithë dëshirat, besoj. Jo të gjitha. Jo të gjitha. Ato që mundet po. Ato që mundet po. Po ti Dejve, kush është një vend që ty të bën shumë të lumtur? Po shtet. Shtet, për shumë. Ku? Shtet. Shtet? Po. Ku shtet? Në Amerikë. Në Amerikë? Po. Do duhet t'i ke në Amerikë? Po. Po shumë largo burri dhe unë. Po mami e babin do rri pa ty? Të viva po. Vin dhe ato, do e marrësh, po gjyshin do e marrësh? Po. Tani do marrësh dhe gjyshin dhe nënën apo vetëm gjyshin? Do e marrësh gjithë familjarët? Po. Ti kur të rritësh do të shkosh në Amerikë? Po. Po pse të pëlqen? Atje do jetojnë. Atje do jetosh? Janë njerëzit më të mirë, nuk shajnë shumë. Po. Edhe do të pëlqente që ti në të ardhmen të jetoje me gjithë familjen në Amerikë? Po. Pak larg Devi, po mirë. Qa është një gjë, që ju keni qef ta bëni shumë, po mami dhe babi nuk ju lejojnë. Keni shumë dëshirë ta bëni, po ato s'ju lejojnë, ju thonë jo, mos e bëj. Qa është një gjë, që ju keni shumë qef ta bëni? Ma bel. Po mendojnë shumë, ha? Ha Dave. Një gjë që do të bëja. Po. Do të loza PlayStation shumë, më shumë. Sa të lejon mami që të lozësh? Qerekore. Ti dojë 1 orë për shembull. Po. Ë? 2 fare. 2 fare. Ju besoj i njihni të gjithë kafshët e pyllit? Po. Një pjesë të mirë të tyre po. Keni një të preferuar? Po. Kë keti ma bel? Unë nuk kam Luanin. Pse të pëlqen Ose Luani? Tigrin. Pse më thuaj pak, pse të pëlqen? Më pëlqen se kur i vjen e jure si këto, e ka kështu si të butë, Po. dhe më pëlqen se aq shpejt sa vrapon. Është shumë i shpejt. Tigri. Edhe Luan. Edhe Luani. Po ty Dave, Majmuni. pse të pëlqen majmuni? Është i shkathët. Ke parë ndonjëherë një majmun? Ke shkuar në kopsh zoologjik? S'kam pa. S'ke parë? Unë kam shkuar në kopsh zoologjik. Po, edhe qa kafshësh ke parë atje? Kam parë një tigër që ishte duke flitur gjuhë. Dhe se nxinte shtëpia vetë. Ja, Të rrinte është jashtë. shumë i madh. Pa. Po, shumë i madh, po besoj në kopshin zoologjik, edhe këtu në Shqipëri ose jashtë shtetit, kur shkoni me prindërit, i shikoni gjithmonë nga larg kafshët, sepse ato ka njerëz që kujdesen aty për ata, kështu që ju vetëm sa i shikoni kështu nga larg, i përshëndesni. Japin dhe tabela aty mos si ushqeni. Po, se ato kanë një ushqimet e tyre specifike, nuk mund t'i ushqejmë ne. Se ne mund t'kemi qef për që mund t'i ushqejmë, po mbase i japim një ushqim gabim edhe ato smuren, ndjen keq. Po. Po. Tani atje te kopshtet dhe te shkolla keni mësuar një vjersh, një këngë të bukur. Çka keni mësuar një gjë që doni që t'i përshëndesim çik ta fëmijët që na dëgjojnë për një qeshorin? Hamabel. Më si muaj maj kur kam lindur, a si ajër që thisim çdo ditë, B si babi, shoku i më i mirë, E si elefanti, kafsha më e madhe në tokë, L si lura që më pëlqen të luaj, unë quaj Mabel, emri im ka 5 shkronja. Bravo, do japim një duar trokite Mabelit? Hajde Dave. Këngëtar të preferuar kam Gjestin. Gjestin? Po. Qa këngë ka ai? Çdo lloj këngë. Çdo lloj këngë që këndon ai e ke qefti. Se çka një këngë ai kështu moj princesh. Ta gjejmë këtë të telefoni? Super!
Do me thënë ti kur të rritesh do bëhesh këngëtar? Po. Po? Të pëlqen shumë? Shumë. Do me thënë pas sa vitesh nuk do kemi më Gjestin, po do kemi Davin që do këndoj këngë shumë të bukura. Çfarë do doni t'ju që të kishte më shumë në qytetin tuaj të Elbasanit? Çfarë mungon këtu? Çfarë mungon një gjë për fëmijët që ju do doni ta kishit këtu? Unë e kam gjetur, po këtu s'kam. Po më thuaj, çfarë mungon këtu? Unë doja disa ngjyra, Aha. se është e mbushur edhe nga kjo anë dhe nga kjo anë me ngjyra ndryshme, që po ta vizatosh me një fletë, kur e kthe mrapsh nuk të del. Po dhe Do me nuk thënë ka. e ke pra bosh. Është pra bosh, do me thënë këtu nuk ka. E. Ti do doje të kishte një vend që ka shumë lojra dhe argëtime për fëmijë. Pa. Dhe një nga argëtimet e ishte edhe ky. Pa. Po ti David, çfarë do doje të kishte më shumë të Elbasani? Që hypin zë njerëz. Si quhen ato? Janë rretha, është disa kështu si karriket vogla, ule njerëzit aty brenda dhe rrotullohet. O, nga ato rrotat mëdhaja. Po, ata. Po nuk janë, ato janë shumë frikshme, unë kam shumë frikë ato. Nuk të merren mend aty? Vetëm një herë kam futur te Elbasan për hoqën E djera. hoqan, po kur erdhi këtu, bët ju? Unë liga i pari. Dhe më thënë, ju do doni që të kishte më shumë lojra argëtuese në qytetin e Elbasanit, edhe më shumë vende ku ju të kënaqeshit. Tani, para se ta mbyllim, do më thoni pak, tek familja jote, kush gatuan, mami? Pa. Kush është një ushqim që mami e bën shumë të mirë dhe një ushqim që ti do i thuash mamit mos ta gatuaj më se nuk të pëlqen? Unë ato ushqimin e keq, as nuk e kam provuar. Aha, po kush është një ushqim i keq që ti se ke provu? Kinoa. Kinoa. Nuk preferon të hash Nuk ka fare. haj fare. Okej, po një Po ushqim ajo vazhdon e bën për babin, për gjyshin, për... Mire, bën për të rriturit, po ti nuk e han. Okej, po një ushqim që e preferon shumë që e bën mami? Kam dy ushqime. Okej. Kam edhe... Sup me oriz, Po. kam dhe... makaron. Edhe makaronat. Po ti Dave, Mami me qam byrekun. e qam byrekun? Pëlqen shumë. Po ti edhe pak do hash byrek, se pastaj do fillosh edhe do bësh çik stërvitje. Kam dhe një tjetër. Këke. Suprat. Supra, ti ke qef shumë mirë, se fëmijët duhet hajnë shumë sup, duhet hajnë shumë perime dhe shumë fruta. Po tani edhe pak byrek që na pëlqen do ta hajmë, edhe një hamburger do ta hajmë, po edhe një çikën bërsir që na pëlqen do ta hajmë. Po jo shumë, se pastaj na prishën dhëmbët, apo jo. Tani, para se ta mbyllim te kamerat përkatëse, Devi këtu dhe Mabeli këtu, do më bëni një urim për një qeshorin për të gjithë fëmijët që ju shohin. Çfarë do doni ju që t'i thoni gjithë fëmijëve që ju shohin dhe çfarë do ju uroj për një qeshorin? Kush do ta filloj? Do ta fillosh ti, Dave? Ta filloj Mabeli? Hajde Mabeli. Jo të vlejti. Ta filloj Devi? Apo Mabeli? Devi, Mabeli, Devi. Mirë, ta bëjmë kështu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mabeli. Okej. Mabel, një urim që ti do t'ja bësh të gjithë fëmijëve që të shohin në Bahiti Podcast. Do shohësh aty të xhaxhit, te kamera, edhe do bësh urimin tënd. Okej. E uroj të gjithëve fëmijët gëzuar një qeshorin. Dave? Unë i uroj gjithë fëmijëve dhe shoqet e klasës time, uroj një qeshorin të ketë jetë sa të kështu të mbar. Të mbar. I urojmë të gjithëve dhe unë me Mabelin edhe me Davin këtu, i uroj të gjithë fëmijëve gëzuar një qeshorin. Faleminderit shumë për ngjyrat, emocionet edhe të gjithë dritën që na jepni në jetën tonë dhe faleminderit që e bëni më të bukur botën. Uroj të keni shëndet, të jeni të lumtur dhe të ndiqni të gjithë ëndrat dhe dëshirat që keni ju në zemër. Do ta mbyllim bashkë tani? Pa. Mirupafshim dhe gëzuar! Gëzuar! Mirupafshim! Ciao!